Shikues të Vision Plus, përshëndetje, do të njemi bashkë në parashikimin e motit për sot dhe nesër sipas të dhënave nga Shërbimi Meteorologjik Ushtarak. Shqipëria ditën e sotme është ndikuar nga kushte atmosferike të qëndrueshme, kemi patur më të kthjellët në pjesën më të madhe të territorit, megjithatë nuk munguan dhe vrenësirat e pakta deri mesatare, kryesisht në relievet kodrinore malore të vendit. Era ka fryrë lehtë me drejtim nga veri perëndimi dhe veri lindja me shpejtësi mesatare 7 m/s, valëzimi në Adriatik dhe Jon ka qenë 1 deri në 2 ball. Temperaturat regjistruan në vendet malore nga 9 deri 24 gradë Celsius, në vendet e ulta nga 14 deri 30 gradë dhe në Bregdet nga 14 deri 29 gradë Celsius. Ditën e diel, moti parashikohet jetë i kthjellët me vranësira kalimtare në pjesën e parë të ditës, ndërsa era do të fryjë me drejtim nga jug perëndimi dhe veri perëndimi me shpejtësi 5 m/s. Në Lugina dhe Bregdet, era do të fitojë shpejtësi deri në 10 m/s. Valësimi në Adriatik dhe Jon do të jetë 1 deri në 2 ball. Rajoni i Ballkanit ditën e nesërme do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, do të kemi mot të kthjellët në pjesën më të madhe të tij. Kontinenti evropian, pjesa më e madhe e tij, parashikohet të ketë mot kryesisht të paqëndrueshëm, do të jemi në ndikimin e masave ajrore relativisht të lagështa, por të ngrohta, shoqëruar me rishje lokale shiu me intensitet të ulët dhe shtrëngata afat shkurtër. Këtu kemi përfunduar, ju falenderoj për vëmendjen, bashkë me takofshëm.